Mirë se erdhët në edicionin informativ, jemi në ekranin e Blu Televizion, do të njemi më gjërësisht me zhvillimet e ditës. Këtë të hënë, kryeministri Edi Rama ka takuar kreun e shtetit Bajram Begaj në pallatin e brigadave, ku i ka propozuar presidentit 7 ndryshimet në qeveri. Begaj ka 7 ditë kohë të dekretoj shkarkimin dhe emërimin e emrave të rinj të qeverisë, e më pas ndryshimet paraqiten në kuvend. Kryeministri Edi Rama është takuar paraditën e kësaj të hëne me kreun e shtetit Bajram Begaj. Takimi ka zgjatur rreth 25 minuta dhe është zhvilluar në pallatin e brigadave. Kreu i qeverisë ka propozuar presidentit 7 ndryshimet në qeveri. Nga ana e tij, kreu i shtetit ka 7 ditë kohë të dekretojë shkarkimin dhe emërimin e emrave të rinj të qeverisë, e më pas ndryshimet do të paraqiten në kuvend. Të njëjtën e 26 shkurtit, vetëm 5 muaj pasi mori votbesimin e kabinetit të 4 qeverisës në shtator të vitit të shkuar, Edi Rama ndryshoi drejtimin e 8 ministrive. Postin e ministrit të infrastrukturës dhe energjetikës të mbajtur nga Balluku, Rama ja besoi Karakaçit, aktualisht administrator i OSHE. Nga ministër për marrëdhëniet me parlamentin, Gogu do të drejtojë ministrin e drejtësisë. Hoxha, diplomat karriere, ish ambasadori ynë në OKB dhe aktualisht kreu i misionit tonë në BE, do të jetë ministri i jashtëm, duke zëvendësuar Spiropalin. Llamallari, aktualisht ministri i drejtësisë, do të marrë postin e ministrit të brendshëm, duke u rikthyer në këtë ministri, ku ka shërbyer si zëvendës ministër në qeverinë Rama 3. Ndërkohë largohet nga drejtimi i mbrojtjes së vëngu, duke u zëvendësuar nga Nufi, i cili ka mbajtur postin e sekretarit të përgjithshëm në kabinetin e Ballukut si zëvendës kryeministre. Eriona Ismaili, deputete e Qarkut të Vlorë, do të jetë ministre për marrëdhëniet me parlamentin. Shqipëria do të prezantohet nga 3 deri në 5 mars si destinacion autentik mesdhetar në panajirin ndërkombëtar të turizmit ITB Berlin 2026. Në këtë panajir, i cili këtë vit shënon edhe 60 vjetorin, Shqipëria do të prezantohet me agent të pasur dhe një stend të ideuar nga Ministria e Turizmit, Kulturës dhe Sportit dhe Agjencia Kombëtare e Turizmit. Shqipëria do të prezantohet nga data 3 deri në 5 mars si destinacioni autentik mesdhetar në panajirin ndërkombëtar të turizmit ITB Berlin 2026. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gunxhja tha se ITB Berlin, i cili këtë vit shënon edhe 60 vjetorin, Shqipëria do të prezantohet me një agent të pasur dhe me një stend të ideuar nga Ministria e Turizmit, Kulturës dhe Sportit dhe Agjencia Kombëtare e Turizmit. Në panajir do të sillet një eksperiencë që ndërthur inovacionin, kulturën, bukuritë natyrore, si dhe përvojat lokale, së bashku me disa bashki, 30 tur operator dhe biznese shqiptare, tha Gonxhja. Me një territor të vogël por shumë të larmishëm, Shqipëria ka avantazhin natyror për të pozicionuar si destinacion i turizmit të qëndrueshëm, Alpet shqiptare për turizëm malor dhe aventur, Riviera për turizëm bregdetar me kapacitete të kufizuara, qytetet historike për turizëm kulturor dhe fshatrat për turizëm rural dhe gastronomik. ITB Berlin 2026 vendos theksin pikërisht tek këto forma turizmi, duke e krijuar një dritare reale për promovim të diferencuar larg modelit të turizmit masiv. Për Shqipërinë, ITB Berlin 2026 nuk është thjesht një panajir promovimi, por një pasqyrë ku shihet e ardhmja e turizmit. Një prej segmenteve rrugore më të rëndësishëm, Ramizej Gjebrea, rrezikon të kthehet i pakalueshëm, kjo për shkak të dëmtimit në shumë pjesë të saj. Sipas banorëve, në amortizimin e rrugës ndikon dhe kalimi në të i mjeteve të tonazhit të rënd, por edhe pse punimet për ndërtimin e rrugës janë bërë pa cilësi sipas banorëve. Një prej segmenteve rrugore dhe më të rëndësishme, Ramizej Gjebrea, rrezikon të kthehet në të pakalueshme, kjo për shkak të rrugës së ish-ushqimores, që tashmë ka rënë në shumë pjesë të saj. Banorët e zonës tregojnë se punimet për ndërtimin e kësaj rruge janë bërë pa cilësi dhe ja ku janë sot pasojat që ata po përjetojnë. Sipas banorëve, në amortizimin e rrugës ndikon edhe kalimi i automjeteve të tonazheve të rënda. Banorët tregojnë se aksi përfshihet në unazën e madhe të qytetit e është një prej më të rëndësishmeve, por pavarësisht kësaj, për shkak të gropave tashmë është kthyer në burim aksidentesh. Sipas banorëve të zonës, duhet mirëmbajtje erëpashershme e këtij segmenti rrugor. Pas shumë ditëve pritje, më në fundi ka ardhur radha asfaltimit të rreth rrotullimit tek ish parku i Tregtis. Firma e cila po realizon këtë projekt ka nisur punën fillimisht për asfaltimin e 2 kursive që do të lidhin rrugën transballkanike me portin detar.
teksa do të punohet për gjatë mbrëmjes, por edhe ditën e nesërme për asfaltimin e rreth rrotullimit tek Ishvola, por gjithashtu edhe lidhjen e tij me 4 segmente të cilat vinë në drejtim të rreth rrotullimit për të shkuar më pas në zonën e Skelës apo plazhin e vjetër. Edhe pak muaj më parë, rruga Ramize Gjebrea u pushtua nga gropat e shumta, çka detyroi Bashkinë e Vlorës që në muajin korrik të 2025 të rehabilitonte vetëm pjesët e dëmtuara të saj. Sot, kjo rrugë është dëmtuar sërish, duke rënë jo vetëm në pjesët që është rehabilituar, por duke u shfaqur edhe aty ku gropat janë të reja. Duke se fshatit Narti është kthyer qetësia e munguar pas ndodhive të shumta në vite ku banorët shpesh ranë viktime grabitjeve në banesat e tyre. Narta, për arsyen se shumica e popullsisë është larguar, ishte kthyer një vëmendje grabitësve, të cilët synonin, siç tregojnë banorët e zonës, shtëpitë e mbyllura dhe pa zot. Vitet e fundit fshatit Nart me sa duket I është kthyer qetësia e munguar për shkak se disa vite më parë Narta, për arsyen se shumica e popullsisë është larguar, ishte kthyer në vëmendjen e grabitësve të banesave, të cilët synonin, siç tregojnë banorët e zonës, shtëpitë e mbyllura dhe pa zot. Por grabitjet e shumta të shtëpive të ndodhura për gjatë periudhës 2020-2023 kanë lënë pas një frikë tek banorët e zonës. Të friksuar më tepër janë të moshuarit, të cilët thonë se jetojnë vetëm në banesë dhe mund të presin çdo gjë. Frika nga personat që futen në shtëpi për të marrë prej tyre çdo gjë. Banorët thonë se I ka bërë më vigjilent, teksa kërkojnë patrullime më të shpeshta edhe të policisë në zonë. Vet. Me çfarë do jetë? Plot kam 3 çupa dhe një djalë. Fëmijë plot kanë. Po ku I kam pa në Gjermani? Sa në Greqi? Vet jam korba. Po tani edhe kur plaket njeriu ka dhe frikë se mos të vdesi vet. Ajo është e drejta tani. Nuk më kanë, nuk na kanë trazuar dhe të kem frikën, të them të drejtë. Mas e para, po gjerë në shti që unë më ka vdekur buri, nuk kam parë gjë, të them të drejtën. Po ishin atëre, po tani u largua njerëzit, nuk ka njerëz. Është keq puna. Kam vetur ato thuashta 10 veta si puna ime, që jemi 82 vjeç, shoku im të gjitha janë 3-4 veta, të tjerët të mbylluar. Gjysma e Nartës është e mbyllur, nuk them më tepër. Nuk viten, çfarë të viten ato shtëpi? Kanë një kur njerëz. Ka pas dhe raste kur kanë ku gjejnë ata të vjerin andej. S'ka ngelu gjë këtu pastaj. Neve që jemi, po hajde de. O, sefte. Tu e 4-5 jetë. Nësjerë dhe sonomia kështu nuk ishë, nga 2 shtëpi kishim ande nga poshtë, nga Daljani kishë anës, kishim marrë të gjitha që ishin ande kre. Sa këte nga kumi që kam bërë, ka një kur frikën e kemi, po nuk shtukoj qeveria, nuk thua që të vinë, që këtu e 5 vjetë kishin një astronomia, vinte me motor, dhe kishte një qarkullim në 2-3 orë. Ka në 3 vjetë në shqitrekën, në ka njën për zore kështu. Vina as policia? Po, turpi madhi, tham një nga të sonomis, juve si sekretar, si komisarë që jenë, dërgoni këte në Nartë një jetë. Ndërkohë edhe tek emigrantët, të cilët rikthehen shpesh në Nart, frika ekziston, në këtë rast jo për veten, po për shtëpitë e mbyllura për të cilat tregojnë se kanë frikë se mos bien prej grabitjeve. Si rasti që kam gjetur. Të gjitha në shtëpi. Jo tani, ka 2-3 vjetë, që ku e zunë ato ajdutin, nuk kanë marrë më. Ka pasur, shumë. Ikni në mes të fshatit të thonë. Shka merak, gjithë ajo për Rusia që është brënda, që s'ke merak, ke merak. Qa të themë, kur jenë në Greqi, qa do shikosh. Bata sigurosh si të duash, të qojë sa të duash. Po njeriu do të bëj të keqe, do të bëj. Tashi jo, atëre kishte shumë, tani jo. Jo, asë. S'ka ndodhur gjë, deri tani, s'kam dëgjuar. Për gjatë viteve 2020-2023 shumë prej banesave të fshatit Nart ranë prej grabitjeve të shumta. Jo vetëm kaq, por gjatë tentativave apo grabitjeve banorë të Nartës, kryesisht moshe tretë, mbetën edhe shpesh të lënduar. I është dhënë sot lamtumira mjeshtrit të parodis Mane Lumani. Ceremonia është zhvilluar në hollin e teatrit Petromarko, miq, familjar, dashamirës të Lumanit, njerëz të artit dhe kulturës të pranishëm në omazhe për aktorin e mirënjohur Bujar Asjeriu, artist shqiptar humbi një prej figurave të tij më përfaqësuese.
I është dhënë sot Lantumira, mjeshtri të parodisë Mane Lumani. Ceremonia u zhvillua në hollin e teatrit Petro Marko. Miq familjar, dashamirës së Lumanit, njerëz të artit dhe kulturës të pranishëm në homazhe për të nderuar jetën dhe veprën e Mane Lumanit, një nga 4 parodistët e famshëm shqiptar. Aktori i njohur Bujar Sqeriu shpreh se arti shqiptar humbi një prej figurave të tij më përfaqësuese. U largua nga kjo jetë një prej simboleve të artit, jo vetëm vlonjat, por edhe një emblem e historisë së humorit shqiptar, tha ai. Largimi nga jeta i një prej artistëve simbol jo vetëm të Vlorës, por dhe gjithë Shqipërisë. Emblema e parodistëve shqiptar që njihen dhe një prej tyre ishte Mania, do të ngjelet në historinë jo vetëm të artit vlonjat, por të artit shqiptar, një vlerë shumë e madhe për ato që sollën në skenë, për ato që krijuan në skenë, për të gjithë kontributin që patën në skenë dhe për atë hare, atë gëzim, atë entuziazëm që ngjallën tek njerëzit, tek shqiptarët në momente shumë të vështira të jetës tyre. Këtë e bën këta 4 parodistë dhe një prej cilëve ishte Mania, që fatkeqësisht sot u ndon nga jeta. Duke i uruar ngushëllime familjes së tij të dashur. I uroj ngushëllime edhe Vlorës, qytetit ku u rit dhe kontribui gjithë jetën e tij. Ndërkohë, drejtori i teatrit të Vlorës Petro Marko, Artur Dhamo, e cilësoi ndarjen nga jeta të Lumanit si një humbje të madhe për artin dhe parodinë shqiptare. Pa diskutim që është një ditë e trisht për teatrin Petro Marko, një ditë e trisht për artin, për varieten. Është një humbje, do të thosha, për parodinë shqiptare, sepse ai tashmë njihet, domethënë si një nga emrat e 4 së mrekullueshme. Humbëm Metin paracakosh, humbëm Manen. Gjithsesi, Mania është një artist që ka lënë emër, iku fizikisht sot nga ne, nga familja e tij, nga miqt, nga artdashësit, jo vetëm vlonjat, por gjithë shqiptar. Po ka lënë gjurmë, ka lënë humorin e tij të bukur, një artist karakteresh, jo vetëm brenda 4 së mrekullueshme, por edhe personalisht vetë ai ishte një aktor karakteri i mrekullueshëm. Do të na mungoj, por do të kemi buzëqeshjen e tij, do të kemi artin e tij. Mes duartërkitjeve u përsoll sot aktori Mane Lumani, i cili prej vitit 2004 për shkak të problemeve shëndetësore ishte tërhequr nga skena, ndërsa aktualisht vuante nga një sëmundje rënd. Mane Lumani do të kujtohet si një nga figurat më të dashura të humorit vlonjat, por jo vetëm, një artist me përmasa kombëtare që për dekada me radhë solli buzëqeshje dhe duartërkitje për publikun, duke lënë pas një trashëgimi të çmuar në historinë e parodisë shqiptare. Lajmin për ndarjen e tij nga jeta e artistit Mane Lumani ka prekur familjarët, miq dhe gjithë komunitetin artistik të qytetit Vlonjat. Afrima Galliu dhe Agron Hamo, 2 nga 4 parodistët e Vlorës, e cilësojnë largimin e tij si humbjen e një tjetër shtylle të grupit të tyre ku ndanë së bashku skenën në vite me radhë dhe natyrisht ashtu do të mbahen mend nga publiku. Lajmi për ndarjen nga jeta të artistit Mane Lumani ka prekur familjarët, miqt dhe gjithë komunitetin artistik të qytetit të Vlorës. Sot Afrima Galliu dhe Agron Hamo, 2 nga 4 parodistët e Vlorës, e cilësojnë largimin e tij si humbjen e një tjetër shtylle të grupit të 4 parodistëve. Ata ndanë së bashku skenën për vite me radhë dhe natyrisht ashtu do të mbahen mend nga publiku. Me së dhimbjes për ndarjen nga jeta të kolegut të tyre, Afrimi dhe Agroni pranojnë se Vlora dhe Shqipëria humbën një nga figurat më të mëdha të parodisë dhe humorit shqiptar. Ata kishin gati dhe një projekt të ri, por Mania nuk arriti ta realizonte. Sot 2 parodistët ndjejnë se është ndar nga jeta jo vetëm një koleg, por dhe një mik e familjar i shtrenjtë, i cili me veprën dhe humorin e tij do të mbetet përherë mes tyre dhe mes qytetarëve vlonjat. Na iku edhe një krah tjetër. S'pari iku Meti para 6 vjetësh. Sot ndajemi edhe nga krahu tjetër nga Mania. Kështu që unë dhe Gonja mbetemi vetëm.
natyrisht është dhimbje e madhe. Mbështellimi i familjes të afërmve, ai qofti parajsës, mungesa e tij tek ne natyrisht ka vite që ndihet, por gjithmonë ka qenë i pranishëm në shfaqjet tona me ato mundësi që kishte. Unë dhe Gonja kishim një projekt shumë interesant tani për të bërë së bashkë me të një shfaqje, por ja që nuk ishte shkruar që të ishim bashkë. Megjithatë, Manja iku fizikisht, por do të mbetet në mendjen dhe në zemrat tona, jo vetëm si koleg, si miq, si familjar, si artista, por ai do të mbetet dhe në memorien e të gjithë spektatorit të Ardashës, jo vetëm vlonjat, por edhe ati shqiptar, nëpërmjet të veprave të tija që ka lënë më pas. Lam të mirë i dashur Mane. Jo të flasë për Manen, duhet ne dimrit i gjata. Kuptohet një jetë të tërë bashkë me të ruaj kujtimet nga më të rallat, nga më të bukurat, po kështu dhe shfati jetë e tija. Në rëmbëjo me të vërtet dy legjenda, dy shok, dy vëllezër, dy miq të rallë, shumë të dashur figura, shumë të dashur në publik. Kur në la me ti për edhe në parë, thamë se mbaruam. Por është ajo që njeriu gjen forca me të vërtet. Dhe me vështirësi po e përballonin. Mi po kjo e Manës tani, ndoshta ishim edhe një çik të përgatitur sepse sëmundja e bëri punën e saj te Manja. Nga do që shkonim, thoshin, ai i vogli, ku është ai i vogli? Tashin në të voglin ishim të ndarë, Manja ishte më i madhi nga ne në mashë. Me të ishte më i vogli, unë beja shumë shaka, i thosha si Olio me Stelon, se ata nuk ndajshin asnjë nga njëri tjetri, flimë të dy bashkë, dhe tani fati i keq. I mirë për ata dy se do bashkojnë aty lartë, aty ku janë, ku do parajnë. Unë i shpreh familjes Mane këshillimet më të thella, më të ndjera, aty të dhe aferimi. U kupotën të dy krah tani, por ja që jetën do ta pranojmë kështu siç na vjen. Dhe të thosha vetëm Manes me aferimi patëm momentin më të bukur, më të dhimbshëm, i kemi vajtur 5 orë përpara se të ndronte jetë. Aty ishin të dy vajzat e tija dhe tha qeshi babi. Se kishte ditë, duket kishte qenë ditë jo të mira. Çfarë të flasësh për Manen, ta thashë në fillim të fjalës që duhet të ketë ditë, kohë, mundësi do na hapin përsëri të flasim për të. Do thosha vetëm preu i qetë i dashur Mane. Lam të mirë. Artisti Mane Lumani u shua një ditë më parë pas një sëmundje të rëndë, ndërsa prej muajit dhjetor ndodhej i shtruar në spital. Ndarja e tij nga jeta lë një boshllëk të madh në skenën artistike të Vlorës, ndërsa kujtimi dhe vepra e tij do të mbeten pjesë e trashëgimisë kulturore të qytetit. Dërojmë temën e zhvillimeve, 2 automjete janë përfshirë nga flakët mbrëmjen e së dielës në Vlorë pak pas mesnate. Dyshohet se fillimisht i është vënë flaka një automjeti tip Benz, e më pas zjarri është përhapur edhe te një automjet tjetër tip BMW-je. Forcat zjarfikse të njoftuara nga banorët të zonës kanë ndërhyrë për shuarjen e flakëve, duke shmangur përhapjen e mëtejshme të zjarrit. 2 automjete janë përfshirë nga flakët pas mesnatës së të dielës rreth orës 1. Kanë qenë banorët ata të cilët kanë lajmëruar forca zjarfikse për një automjet i cili po digjej. Ndërkohë menjëherë pasi kanë mbritur forca zjarfikse kanë bërë të mundur vënien në kontroll të flakëve, por që të 2 automjetet janë shkëmbur thjesht totalisht. Zjarri paraprakisht ka rënë në automjetin tip Benz ML, ndërkohë që si pasojë e flakëve të mëdha është përfshirë edhe automjeti tip BMW. Policia ka mbritur menjëherë për të marrë kamerat e sigurisë për të hetuar nëse zjarrvënia ka qenë e qëllimshme apo nëse ka qenë aksidentale. 2 automjete janë përfshirë nga flakët mbrëmjen e së dielës në Vlorë pak pas mesnate. Dyshohet se fillimisht i është vënë flaka një automjeti tip Benz me targa AB 550 LV, ndërsa më pas zjarri është përhapur dhe te një tjetër automjet tip BMW me targa AB 652 UI. Forcat zjarfikse janë njoftuar nga banorët e zonës dhe kanë ndërhyrë për shuarjen e flakëve, duke shmangur kështu përhapjen e mëtejshme të zjarrit. Ndërkohë policia ka nisur verifikimin e kamerave të sigurisë për të zbardhur rrethanat e ngjarjes dhe për të identifikuar autorin apo autorët e mundshëm.
Edhe pse barazoi në transfert me rezultatin 1-1 përballë KF Maliqit, ekipi i Orikut vazhdon të kryesojë renditjen duke u shkëputur me 4 pikë nga vendi i dytë. Ky barazim në një transfer të vështirë konfirmon momentin pozitiv që po kalon skuadra, e cila po zhvillon një sezon mjaft të qëndrueshëm dhe konkurrues drejt ngjitjes në kategorinë e parë. Edhe pse barazoi në transfert me rezultatin 1-1 përballë Maliqit, ekipi i Orikut vazhdon të kryesojë renditjen duke u shkëputur me 4 pikë nga vendi i dytë. Ky barazim në një transfer të vështirë konfirmon edhe një herë momentin pozitiv që po kalon skuadra, e cila po zhvillon një sezon mjaft të qëndrueshëm dhe konkurrues. Në ndeshjen e së dielës, Oriku pati mundësi reale për të marrë 3 pikët e plot. Skuadra krijoi disa raste të pasta shënimi dhe madje humbi edhe një goditje nga 11 metrësh, e cila mund të kishte ndryshuar fatin e takimit. Megjithatë, pavarësisht këtij episodi, barazimi mbetet një rezultat me vlerë, sidomos duke marrë parasysh vështirësinë e transfertës dhe presionin e garës. Një faktor që e bën edhe më pozitiv këtë javë për Orikun është fakti se edhe ekipet pretendente për kreu nuk arritën të regjistrojnë fitore. Kjo ka bërë që diferenca në renditje të thellohet në 4 pikë, duke forcuar pozicionin e Orikut në krye të tabelës. Synimi i skuadrës mbetet i qartë, ngjitja në kategorinë e parë, me paraqitjen e deri tanishme, disiplinën taktike dhe shpirtin e garës që ka treguar ekipi, objektivi duket më i arritshëm se kurrë. Sezoni është ende i gjatë, por Oriku po dëshmon javë pas jave se ka potencialin dhe ambicien për të realizuar ëndrrën e promovimit. Komisioni Evropian parashikon që udhëtarët nga Bashkimi Evropian duhet të përfitojnë nga tarifa më të favorshme të roaming celular në Ballkanin Perëndimor. E për këtë, Komisioni propozon fillimin e negociatave me Shqipërinë, Bosnjë dhe Hercegovinën, Kosovën, Malin e Zi, Maqedoninë e Veriut dhe Serbinë. Plani tani kërkon miratimin e shteteve anëtare të BE-s. Komisioni Evropian parashikon që udhëtarët nga Bashkimi Evropian duhet të përfitojnë gjithashtu nga tarifa më të favorshme të roamingut celular në Ballkanin Perëndimor. Për këtë qëllim, Komisioni propozon fillimin e negociatave me Shqipërinë, Bosnjë dhe Hercegovinën, Kosovën, Malin e Zi, Maqedoninë e Veriut dhe Serbinë, siç është njoftuar nga autoriteti në Seli në Bruksel. Plani tani kërkon miratimin e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian. Marrëveshjet vullnetare midis operatorëve të rrjeteve celulare tashmë lejojnë tarifa pjesërisht të ulura në Ballkanin Perëndimor. Nëse negociatat e planifikuara çojnë në një marrëveshje, udhëtarët mund të përdorin për shembull telefonat e tyre inteligjent, siç do të bënin në vendin e tyre. Ata më pas do të paguanin të njëjtën shumë për shërbimin jashtë vendit, siç paguajnë po ashtu në vendin e tyre. Që nga mesi i vitit 2017, njerëzit që jetojnë në Bashkimin Evropian nuk kanë patur nevojë të paguajnë tarifa shtesë roaming për telefonat celular kur udhëtojnë në vende të ndryshme dhe të tjera të Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian parimisht ka predispozitën të pranojë të 6 vendet në Bashkimin Evropian. Megjithatë, nga të gjitha këto shtete ende pritet që të provohen konkretisht zbatimin e reformave. Sipas analizës së fundit nga Komisioni Evropian, Malizi është më përpara në procesin e pranimit në Bashkimin Evropian. Negociatat me Podgoricën mund të përfundojnë deri në fund të vitit. Sot, dita e tretë e luftës mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit kundrejt Iranit, ku konflikti është përhapur edhe në Liban. Më shumë se 30 të vdekur raportohen në Beirut, ndërsa Teherani vazhdon akmarrjen kundër vendeve armiqësore. Mbretëria e Bashkuar, Franca dhe Gjermania janë shprehur të gatshëm për veprime mbrojtëse. Sot shënohet dita e tretë e luftës mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit kundrejt Iranit, teksa gjatë natës konflikti është përhapur edhe në Liban, ku Izraeli dhe Hezbollahu kanë shkëmbyer zjarr teksa janë raportuar shpërthime në jug të Beirutit, pasi Izraeli urdhëroi evakuimin e banorëve të mbi 50 qyteteve dhe fshatrave në Liban përpara sulmeve të paralajmëruara. Kjo pasi grupi militant i Hezbollahut qelloi me raketa drejt Izraelit. Më shumë se 30 të vdekur raportohen në Beirut, ndërsa Teherani vazhdon hakmarrjen kundër vendeve që i konsideron armiqësore. Shpërthime janë raportuar në të gjithë gjirin persik, përfshirë Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Katar. Ndërkohë Mbretëria e Bashkuar, Franca dhe Gjermania janë shprehur të gatshme për veprime mbrojtëse. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi në një video, operacionet luftarake kundër Iranit do të vazhdojnë derisa të arrihen të gjitha objektivat tona, duke paralajmëruar se mund të ketë më shumë viktima amerikane. Zyrtarët iranian raportuan se të paktën 153 persona u vranë pas një sulmi në një shkollë vajzash. Presidenti i Iranit, Pezeshkian, cilësoi incidentin si një akt barbar. Emiratet e Bashkuara Arabe njoftuan se 3 persona janë vrarë që nga shtuna në sulmet hakmarrëse të Iranit. Shpërthime janë raportuar gjithashtu në Bahrein, në qytetin irakian Erbil dhe në Jordani. Ndërkohë çmimet globale të naftës u ritën ndjeshëm me hapjen e tregjeve aziatike të hënën në mëngjes, si reagim ndaj përshkallëzimit të konfliktit.
Ju falenderoj për vëmendjen, mirupafshim.